A një hoqë tha, po me ta hudrën e qep më shash. Valla, pëse se përmendjen e cigaren? Përmendjen e cigaren. Inshallah ato qepajnë do të alaun sonde, me izin Allahut. Macedonia i ka që shqiptarin musliman qepajnë dohanin, italianë dohanin. Ka hinë zirën ati, a i ka fukë cigaren për jashta. Për kur ka hinë më rënda, me tajmin e dohanin, ka thonë, ishte zinat vërë. E në kindalit. Wallahi, billahi. Thëtë Allah i thëtë, ki trup është i Allahut, e është emanet që duhet të arrojmë. Me dohani nuk është as ushqim shpirtrar, as ushqim fizik, po është epsh. Mund të arzuesh një paket, mëse di se i kej pajve. Bëhet sebeb që italiani dohani. Macedoni e qëtë, a thonë një hoqë mund të qese një gjemat për gjamije? E bojnë rëzil. Pra kjo është gabimi i jonë. Inshallah e lini dohanin, unë e banë një dua një herë në gjamin tonë atje në Tetov, thash, a i bëni dua italian dohanin, ato ja bënë amin. Ja bënë amin vetëm ata që nuk e pajnë. Ato që e pajnë nuk bënë amin, kur gjama, subhanallah.